Edi Rama ka fituar 83 mandate, po nga ana tjetër opozita ka nisur valën e gjatë akuzave për manipulim dhe përdorim të bandave në zgjedhje. Si e lexon këtë situatë? Në mënyrën se si i shoh unë Almer, situata ka qenë lehtësisht e parashikueshme, nisur nga fakti, nga kodi zgjedhor që u miratua, i cili në një farë mënyrë e paralajmëroi. Për mua kodet zgjedhore janë sinjali kryesor për rotacion ose për vazhdimsi të pushtetit. Pra, që te kodi zgjedhor u paralajmërua se çfarë do ndodhte. Nëse ju kujtohet, në 2020 ndodhi e njëjta gjë. Pra jemi përballë faktit që për mua si ndjekës i politikës, ky rezultat ishte i parashikueshëm. Po të garantoj që kjo ka qenë lehtësisht e parashikueshme edhe për Partinë Demokratike. Çfarë bëri parashikueshëm këtë rezultat? Thash, kodi zgjedhor, listat e mbyllura, çka shkonin kundër interesit qytetarëve, sepse ishte rritur shumë pritshmëria, le të themi, për listat hapura, ishte zhgënjim i madh për qytetarët. Paktën Partia Demokratike duhet ishte partia e cila duhet ishte totalisht kundër këtyre listave, sepse këto listat e mbyllura mbyllin edhe atë fuzionin që prodhon pastaj atë frymën përfitore.